të dashur pensionist, a u knaqët me qerasjen e fundit të qeverisë, plot 800 lek rritje pensioni. Plot 800 lek shumica dërmuese pensionistëve. Plot 800 lek, shumë se kanë marrë akoma. Kjo është ajo që ka qeveria për ju. Po bëja ca pjesëtime, i thonë 27 lek në ditë. Ka që rrita pensionit. 27 lek në ditë. As qerek buke nuk ble dot. Legjës ta shesin më bukur me qerek, dikur të kanë pasqit me qerek. As një qerek buke nuk blen. Dhe kjo qeveri ka pa fytyrësin që me gjithse është kujtuar për ju vetëm 27 lek në ditë, bën si ku ka bërë namin. Dhe që është me rënda, se tha dhe retin parë, me shumë mundësi nuk ka për të dhënë bonusin e dhjetorit që e merrnit zakonisht, dhe atë bonus që ju e merrnit me një dorë në fund vitit, u ka pjestuar për 12, edhe ju thot, cave 500 lek, cave 800 lek, cave 1000 lek të reja rritje, ca se marrim fare, këtu jemi. Këtu jemi dhe ky është, besoj unë, poshtrimi i radhës mbas dekadash tëra poshtrim që kanë përjetuar pensionistët. Tani dikush mund të thotë që po kaq lek ka buxheti i shtetit, kaq janë mundësitë e Shqipërisë. Dhe unë do ta besoja këtë gjë, sikur ne të kishim krye njerëz që nuk vidhnin, nuk rrinin mëngjes drek dark e të mendonin se si të vidhnin, por punonin mëngjes drek dark se si të përmirësonin ekonominë e Shqipërisë e si të vendosin politika sociale të duhura. Po të rrinin 16 orë në punë, e të mendonin për të mirën e popullit, e të jetonin vetëm me rrogën e tyre, do të thosha po kaq mundësit janë. Se bëjmë do të pensionin 1000 euro, sepse kaq janë mundësit ekonomike të Shqipërisë. Mi po paralelisht, e njëjta qeveri, i njëjti kryeministër, të njëjtët ministra, që ju them dhe herë, vjedhin mëngjes drek dark, një herë në disa muaj, kur ju duhet flasin për pensione, thotë kaq leka. Po sigurisht, sepse para edhe për të vjedhur, edhe për të shërbyer popullit nuk ka, se parat nuk mbillen pemë. Nuk ka para. Ekonomia do të thotë menaxhim i burimeve që janë të fundme, që mbarojnë, që janë të pamjaftueshme për të bërë çdo gjë që ty të teket. Prandaj një qeveri e përgjegjshme do duhet punonte për zhvillimin e ekonomisë, për rritjen e punësimit, për rritjen e pagave, për rritjen e kontributeve të fondit pensione dhe për pasoj për rritjen e domethënëse të pensioneve. E unë prapë nuk e besoj se Shqipëria nuk ka mundësi të rrisë pensionet, kur bëj një krahasim thjesht, jo midis Shqipërisë dhe Finlandës, se po të bëja krahasim midis Shqipërisë dhe Finlandës, që ishin nga vendet më të begata të botës, me shumë drejt dikush nga ju do thoshte ndalu bek se ka hendek, si thonë. Prit se ka, është historia ndryshe, ai është vendi ndoshta nga më të përparuarit e botës. Unë do bëj një krahasim midis Shqipërisë dhe Kosovës, motrave dhe vëllezërve tanë në Kosovë. Një vendi që nga pikpamja e parametrave ekonomik, në shumë aspekte është më keq se Shqipëria. Prodhimi brendshëm bruto, përfryme, të gjitha këto, është më keq se Shqipëria, pra në kuptimin e pasurisë që ka Shqipëria dhe Kosova, Kosova është mbrapa Shqipërisë. E prap se prap ka pensione më të larta se Shqipëria, si ka mundësi që një vend më i varfër se Shqipëria, që ka dalë nga lufta, madje një vend i cilit, qytetarëve të cilit, shteti shovinist serb u ka vjedhur fondin e pensioneve që dikur kontribonin për Jugosllavinë, po u ka vjedhur fondin e pensioneve armiku, prap se prap ka pensione më të larta se Shqipëria, si ka mundësi? Pra një vend më i varfër se Shqipëria, i vjedhur nga jashtë, shumë më tepër se Shqipëria, ka sot një pension minimal diku te 30 apo 40 euro më të lartë se Shqipëria dhe pensionin mesatar po ashtu më të lartë se Shqipëria. Mjafton ky fakt për t'i nxjerrë gjakuriq këta që e kanë pushtetin. Për t'i thënë që ju nuk keni bërë detyrën tuaj. Na e thot kontrolli i lartë i shtetit, në vit thot kontrolli i lartë i shtetit. Të paktën 1 miliard euro, pra nga 7-8 miliard euro që është buxheti, të paktën 1 miliard euro zhduken, shpërdorohen, vidhen, abuzohen. E sikur ato 1 miliard euro të rikuperoheshin, vetëm ato 1 miliard euro të rikuperoheshin, do kishte vend për rritje substanciale të pensioneve e për politika të tjera sociale. Ajo që më bën përshtypje po ashtu, kohët e fundit, vitet e fundit, është se ky shtet i trajton pensionistët si fëmijë. Dhe dua jap 2 arsye pse.
E para njëherë, sepse mendon që mund t'i gënjej me karamele. Ti fëmijët po, mund t'i gënjesh me karamele. Po t'i japësh i karamele, t'i thua të keqen xhaxhi, vazhdo përpara. Të trajtosh pensionistët, njerëz të moshuar, që kanë një jetë që kanë punuar edhe jetuar, që kanë përvojën e një jetë e tërë, ti trajtosh si fëmijë është fyerje. Pra dalësh sot i thuash 27 lek në ditë rritje pensioni është të tallesh me ta. Dhe të tallesh me sigurinë që nuk e kuptojnë, prandaj them që të trajtojnë si fëmijë, që ti nuk e kupton hilen. Pra janë 720 ca mijë pensionistë dhe kjo qeveri mendon që mund t'i gënjej me i karamele, edhe ata nuk do e kuptojnë. Mirë, po ka dhe një sens dytë kjo që pensionistët trajtohen si fëmijë. Kur shteti të braktis, kur shteti të lë me 100 euro pension, 100.000 lek vjetra pension, ose 150.000 lek vjetra pension, ti je i detyruar të trajtojnë si fëmijë kush? Fëmijët e tu. Fëmijët e tu të trajtojnë si fëmijë në ç'kuptim? Që duhet kujdesen për ty sikur ti je fëmijë. Po jo se je i pamundur, se kur momenti që je i pamundur është detyrë e çdo kujt ta bëj këtë gjë. Ti mund t'jesh me këmbë me dorë, mund t'jesh i shëndetshëm, ke punuar 40 e ca vjet dhe shteti thotë 100.000 lek pension. Ku do vesh ti me 100.000 lek pension? Ti nuk ha do të buk me 100.000 lek. Pjesoje për sa ditë ka muaj, nuk ha do të buk me kos nuk ha do të me 100.000 lek pension. E përpasoj, ajo që duhet ishte detyrimi shtetit, pasi pensionisti kur ka qenë mosh pune e ka dhënë kontributin e vet përmes punës, përmes prodhimit, nuk vjen si shpërblim nga shteti tek pensionet, atëherë shkon si detyrim tek fëmijët e pensionistëve. Jemi vetmi ndër të vetmet shtete në Evropë, ndoshta i vetmi shtet në Evropë, që kemi këtë marrëdhënie. Ku fëmijët masivisht, çiftet e 40 vjeçarëve mbajnë prindit e tyre, se përndryshe prindit e tyre vdesin, praktikisht vdesin. Kemi llogaritur në 500.000 pensionistë marrin pensione më pak se 18.000 lek, të reja që është minimumi fare minimumit jetik, ato që ka llogarit avokati i popullit. Që je për bukën e gojës. 500.000 pensionistë marrin më pak se ç'duhet pension për bukën e gojës tamam. Atëherë si mbijetojnë? Mbijetojnë përmes fëmijëve tyre. Atëherë fëmijët e tyre duhet punojnë shumë më tepër, duhet emigrojnë, duhet ikin nga familja, duhet braktisin prindit e tyre, shpeshherë, pikërisht për të pas mundësi që të kontribuojnë për ta. Shpërbohen familjet, ndahen njerëzit, sa raste ka të të moshuarve që gjenden të vdekur brenda në shtëpi, të vetmuar. Pse janë vetmuar? Pse nuk kanë njeri afër? Sepse kjo ekonomi e bërë lesheli, ky shtet ku vjedh nga kryeministri tek në punësi i shtetit, nuk ka arritur ndërtoj institucione dhe një strukturë ekonomike që do të mundet të gjeneronte mirëqenie për të gjithë. Tani, detyra e një partie politike nuk është vetëm denoncoj. Ne bëjmë këtë gjë, kemi bërë gjithmonë. Nuk është vetëm protestoj. Ne do protestojmë, ditën e hënë do protestojmë shpeshherë. Do protestojmë për të kërkuar shkarkimin e Belinda Ballukut dhe Edi Ramës. Do protestojmë për të kërkuar zgjedhjet parakohshme në mënyrë që Edi Rama mos ketë më shumicën për të qeverisur. Edi Rama e Sali Berishin mos ketë më shumicën kushtetuese për të ndryshuar ligjet e reformës drejtësi dhe zhbërjen e SPAK-ut dhe të GKK-s. Do kërkojmë minimumin jetik e shumë çka tjetër. Por një parti politike njëkohësisht duhet të ofrojë dhe një vizion. Ku do të çojë shoqërinë? Pra, çfarë ka mbas Kodrës? Pra, çfarë ka përtej asaj që ne na shes syri i lirë? Kjo është detyra e një partie politike, të tregojë rrugën e të nesërmes. Kështu që ne kur kërkojmë mbështetjen tuaj, nuk kërkojmë vetëm për t'ju kundërvënë të poshtrëve që na ka qeverisë deri më sot, se kjo është e rëndësishme, po e kërkojmë edhe në emër të një ideje, në emër të disa reformave që i duhen këtij shteti. Në Shqipërinë e 30 viteve të fundit është vjedhur masivisht, është vjedhur kafshërisht. Dhe një parti që kërkon mbështetjen e qytetarëve si Lëvizja Bashk duhet patjetër të zotohet që do bëjë reformat e duhura dhe ligjet e duhura në mënyrë që vjedhja të mos amnistohet. Qeveria po amniston vjedhjen e sotme, ka bërë ligje, ka miratuar ligje që amniston, pastron parat, gjitha që kanë vënë parat me pislëqe, po të paguaj një taks 4-5%, do mund t'i legalizojnë ato para. Qeveria nuk do i kërkoj burimin e paras. Do thotë, qofse ti
je i gatshëm të paguash një taks, ajo para, kush e di se çfarë origjine ka, do të konsiderohet e ligjshme. Praktikisht vjedhja jon ose paratë që vijnë nga krimi organizuar do të legalizohet. Ne jo vetëm do i kundërvijemi këtë ligje dhe është bëjmë këtë ligj, por ne duam që të vendosim ligje që do kërkojnë pasurinë e vjedhur në 30 vite. Dhe ky nuk është populizëm. A e dini ju që për korrupsionin, po nuk u dha dënim mbas një numri të caktuar vitesh, personi konsiderohet i pafajshëm? Sepse kanë kaluar vitet ku mundet të dënohet dikush. Pra qofse ti ke vjedhur në vitet 90, në vitet 2000, deri nga vitet 2015 e kështu, edhe sikur të provohet që ti ke vjedhur. Ty ligji thot nuk merremi me ty. Është parashkruar dënimi. Po ju marr një rast. Rasti për cilën është Ilir Meta në Burg. Për ligjin e minjerave. Personi që kishte tentuar të korruptonte Ilir Metën me një vil, ishte oligarku Samir Mane. Mirë po për personat që japin rishfet, ligji ka tolerancë më të madhe dhe thot ka kaluar afati, thot. Akti korruptiv ka ndodhur në vitin 2014. Pavarësisht se është provuar që personi fjalë ka korruptuar zyrtarin e shtetit, nuk e prek ligji. Prandaj ne na duhen ligje të reja që e gjurmojnë pasurinë. A ka mundësi që në kod zogut, po të kemi mundësinë ta vërtetojmë? Pra çdo pasuri e vënë në mënyrë të paligjshme, pasuri e madhe e vënë në mënyrë të paligjshme, do duhet hetuar, sekuestruar dhe konfiskuar. Prandaj na duhen institucione të forta, ligje të forta në punës ndershëm që ta gjurmojnë pasurinë e vjedhur, sidomos në 30 vitet e fundit, kur është bërë dedikos. Përndryshe çdo premtim, çdo zotim, çdo fjalë është propagandë. Qofse ti nuk ke ligjet dhe nuk ke vullneti për të bërë ligjet e duara dhe për ndërtuar institucionet e duara, fjalët i merrera. Sikur na duhet zhvillim ekonomik, punësim, po nuk punuan të gjithë shqiptarët. Nuk do ketë pensionet mjaftueshme as për pensionistët. Qofse pagat nuk janë të mira dhe prodhimi të rritet, nuk do ketë kontribut mjaftueshëm për fondin e pensioneve. Po nuk luftua informaliteti. 45% e kemi llogaritur ne informalitetin në punë në Shqipëri sot që flasim. Ndjes më saktë 44.5% që të jem eksakt. 44.5% e njerëzve që punojnë nuk u paguhet ose nuk paguajnë sigurimet shoqërore. Si mundet? E te i bie që gjysma e fondit pensioneve mungon. 1 miliard i vjedhin të korruptuarit. Gjysma e atyre që punojnë nuk paguajnë dhe nuk u paguajnë kontributet, sigurisht që pensioni do jetë 100 euro pastaj. Qa presim? Po nuk bëm reformat e duhura, barrat e fëmijët. Dhe fëmijët të gjithë rrogët janë me mira vetë, i punojnë të shërbimit kombëtar, punësimit dhe rrogët i marrin. Ato që merren me pensionet për grumbullu të ardhur. Po ata i marrin rrogat, po ky është problemi që ata nuk kontrollojnë, ai marrin rrogat formalisht tjerët. Vetëm informalitetin paga. Ore Deli Edi Rama, imagjino, ka filluar Dali Edi Rama dhe u kërkon hesap biznesmenve që pse ja jepni një pjesë të rrogës punëtorëve në dorë. Dhe bukur që nuk merr as i mas. A thua se është opinionist ai? Por ai duhet të çojë kontrollorët, të hartoj ligjet e reformat që të shkojë të thotë, ore ku i keni ju? Ky zotria s'mund të jetë punëtor ndërtimi me pak 500.000 lekë. Se ky ndoshta paguhet 800.000 lekë. Po ti si kryeminist e ke detyrën që ndërtosh institucionet dhe rregullat që të shkosh ta gjurmosh atë. Ti thua, hajde këtu ti punëtorit, po. Hajde në intervistë mua do ta garantoj unë vend e punës, nëse më thuat vërtetën. Hajde ma thuani çik vërtetën, sa e merr rrogën? Kaq, sa merr në bank? Aq. Intervisto punëtorin e dytë e tretë, ditë del në përfundimin që kjo sipërmarrje e madhe ndërtimi bën evazion fiskal. Jo, në vend bëj këtë, Edi Rama thotë, ai e ndërtu si mafti, po. Ke lekë që nuk i ke deklaruara, po. Po i deklarove me 5% i legalizove të gjitha. Paqja fiskale. Paqja fiskale pra. Pra paqja fiskale është pavarësisht origjinës paras, paraja është e ligjshme dhe nuk e ka pra të fukarajin që ka një kiosk aty edhe s'ka dhënë faturët. Sa ai ka harxuar lekët, do të thonë, ai lekët çdo lekë që ka fituar edhe po s'ka paguar taksat, ai ka bler kose qumës edhe nuk ka më rezerva. Po edhe nëse nuk i deklaron, ai thjesht e ka konsumuar sepse nuk ka para mjaftueshëm që ti fsheja, ti teproj. Kjo është për bizneset e mëdha, për oligarkët. Pra ata që kanë fshehur para, tani mundet ta legalizojnë. Edhe e quajnë edhe paqe fiskale, pra kundërta e paqes është lufta, çfarë duhet lufta, edhe me gjuhën e përdorin në mënyrë manipulative.
është që njeriu që e dëgjon thot kush është kundër paqes. Pa në vend thoshte vjedhja fiskale, në vend thoshte legalizimi i vjedhjes fiskale, e quan paqe fiskale.